Atë tregoj një gjë se më kujtua kjo puna e më thonjë za çmendurisë që bëjmë ne si prind. Dikur jepja lajmet. Dhe s'kam për ta harruar kurrë. Ti e di që kur jep edicionin e lajmeve, futet kronika dhe ti ke një hapësirë, le të themi 2 minuta, 1 minutë e gjysmë, 2 minuta, deri te kronika tjetër që do anoncosh. Në këtë hapësirën, 1 minutë, 2 minuta, unë ose shkruaja në telefon, ose merja burrin tim, babain e fëmijës tim, dhe i thosha për shembull, shiko, kur ishte edhe vajza më e vogël se tani, vishet vete bën. Shiko, fustanin e ke te sirtari i dytë. Atë se për shembull do ta çonte në një ditëlindje. Shpejt vazhdoja anoncimin e kronikës. Të betove, disa herë i kam bërë këtë gjë unë, sepse unë isha në transmetim për 3-4 orë, pra transmetimi ishte ajo çka bëja. Po ndërkohë, truri dhe ajo copza e të qenit prind nuk pushonte. Ashtu nuk pushonte. Valmora, ti zemër. Valmora, ti zemër. Unë e kuptoj e dashur mësuese apo mësues që Valmora është nxënëse fantastike. Po jepja mundësinë dhe këtyre të tjerë, le ta thon gabim, le ta thon gjysmake, le ta thon treçerekshe, po ti vlerësoja që u përpoq. Mbase se tha siç duhet shkëlqyshëm, siç e tha Valmora, po ti vlerësoja se u përpoq. Eriona, po themi, tha gjysmën e Valmorës, po u përpoq ama. Dhe direkt bën një lloj dallimi, direkt një lloj ndasie mes fëmijëve, dhe të tjerët ndihen keq. Po pikrisht se mësuesi është kaq i rëndësishëm te krijimi i vetbesimit të fëmijës, këtë s'duhet ta harrojmë mësuesi kurr. Më shumë se sa te nota, more mund të çalosh ku diun, nuk e the shpjegove mësimin shkëlqyshëm. Nuk ishe i përgatitur sot se të kishte ndodhur diçka dhe nuk ishe mësuesi, edhe vetë mësuesi. Po edhe mësuesi ka ditë që s'është i përgatitur. Unë nuk e kam problem, pikërisht nuk e kam problem fare nëse ti çalon tek disa gjëra që kanë të bëjnë me lëndën e tjerë. Po tek mënyra njerëzore, tek pedagogjia, këtu nuk duhet me çalu. Se ti mund ndikosh në të ardhmen e këtij fëmijës, me këtë vetbesimin që ose ja ushqen ose ja rrëzon për tokë. Shkolla sot mëson kur ka ndodhur lufta e dytë botërore, po nuk mëson të jesh njeri. Shumë dakord, unë jam që nesër një super rritje ose nuk e di se tani duhet i marrim në kuptimin, nuk i di fiks me shifra në kuptimin se si janë pagat. Jam shumë dakord, madje është një prap me që interneti, teknologjia që qarkullon shpesh, sikur të paguanim më shumë mësuesit se sa politikanët, do kishim njerëz shumë të mençur që na drejtojnë. Uroj që këtë bisedën tonë sikur 2 ekspert nga Ministria e Arsimit ta kenë dëgjuar. 3 mësues apo 3 drejtues që kanë gjëra në dorë. 5 prindër. Unë nuk di të them që kam thënë gjëra të papara. Në prezencën e prindërve të tyre, sepse sikur 2-3 gjëra nga këto që të ndryshojnë. Mendoj që ne nuk është se kemi në dorë gjithë sistemin, po secili nga ne diçka të vogël. Unë nuk them që unë them perla, mençurie, edhe të më dëgjojnë mësuesit, prindërit e tjerë. Unë i them që i them gjërat vërtet siç i besoj, reale totalisht, dhe siç i ndjej.